Дуи во декември ќе го одржи партискиот конгрес, а организацијскиот секретар Блерин Беџети најави корените реформи. Тој во емисијата Ајде да зборуваме изјави дека во партијата постои колективна оценка за длабоки реформи. Nuk na ndalon atë drejt askush që t'japim kontributin ton pavarësisht që nuk jemi në organet. Jemi qartë. Patjetër ju nuk po flasim për përjashtime nga partia, po flasim për reformat të cilat ju vetë i keni paralajmëruar. Ju pyetët dhe unë i thash që ne i kemi paralajmëruar dhe do i bëjmë. A do ketë reforma rrënjësore? Rrënjësore. Po, që do ketë reforma rrënjësore, që bie që ka gjasa që edhe sekretari i përgjithshëm Zoti Fatah Anami, por edhe nënkryetarët që kemi, apo edhe 4 nënkryetar brenda BDI-s. Unë të gjithë i kam shok dhe miq dhe besoj në kualitetet e tyre, po vlerësimi do jetë kolektiv dhe i përbashkët. Dhe është një vlerësim kolektiv dhe i përbashkët për një reform më të thellë, më rrënjësore. Dhe jam i bindur që ajo edhe do të ndodhë. Tani jam tu tek lista e antarët e kryesisë, jam në faqen e BDI-s dhe mirë, lista është e gjatë e antarëve të kryesisë, por janë emrat e cilët janë një kohë të gjatë, më thënë Gjevat Ademi, Teuta Arifi, Talat Xhaferi, Bilen Sali. A ka gjasa që të ndronë edhe antarët e kryesisë? Sigurisht që do ketë ndryshime edhe në kryesi, nëse flitet për ndryshime në pozicione nën-kryetar, sekretar, flitet për ndryshime në kryesi, do të ketë bile ndryshime edhe në antarët të Këshillit Përgjithshëm, si organ më i lartë ndërmjet 2 конгресeve. По последната седница на Централното председателство на ДУИ одржана во Тетово, партијата информираше дека започнуваат внатрешпартиските избори, бидејќи роковите биле пробиени поради ангажманот околу локалните избори. Конгресот на ДУИ се очекува да се одржи до 23 декември годинава.